Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, i lartësuar është Zoti i Madhreshëm, me mëshirën e secilit plotësohen mirësitë e kësaj jete. Ai është Allahu i cili ka krijuar njeriu dhe ka udhëzuar dhe mbështet në rrugën e tij të jetës. Ai ka caktuar njeriu detyra, obligime, adhurime, që përmes tyre njeriu ta lartëson, ta pastron zemrën, ta ngrit vetdijen në raport me Zotin e Madhreshëm, në raport me jetën dhe shoqërinë në përgjithësi. Të ndershëm vëllezër besimtar, duke pas parasysh faktin se sot është ditë e Xhuма dhe njëkohësisht është dita e parë e Fitr Bajramit, Zoti i Madhreshëm i ka bërë 2 festa me caktimin e tij me një ditë, dhe duke pas parasysh po ashtu faktin se tashmë jemi nda për këtë vit përfundimisht prej muajit të bekuar të Ramazanit, e shfrytëzoj rastin me i thënë një 2-3 fjalë që besoj se ja vlen me i thënë. Të ndershëm vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se njeriu është krijesa më e mirë dhe më e dashur dhe më e privilegjuar te Zoti i Madhreshëm. Dhe ky njeri arrin me rujt reputacionin si krijesë e mirë e dashur vetëm nëse ec sipas rrugës të cilën ja ka caktuar Zoti i Madhreshëm. E nëse njeriu provon me u shmang për rrugës e Zotit të Madhreshëm, ai e rrëzon reputacionin e vet si njeri dhe humb epitetin krijesë e vlefshme, e ndershme dhe e privilegjuar te Zoti i Madhreshëm. Gjatë muajit Ramazan të ndershëm vëllezër, njeriu besimtari në përgjithësi bëri përpjekje maksimale që të afrohet te Zoti i Madhreshëm, në radhë parë përmes agjërimit dhe pastaj përmes mirësive të mëdha që ndikuan dhe rrjedhën prej këtij adhurimi të madh. Dhe secili prej nesh e kuptoi se nuk ka verzion tjetër të jetës këtë dunja përveç verzionit të rrugës së Zotit të Madhreshëm. Sa herë që provon njeriu me u nda për rrugës së Zotit të Madhreshëm, ai ballavaçohet me pavësitë për ta kuptuar realitetin ku gjendet. Të ndershëm vëllezër besimtar, muaji Ramazan na mësoi se njeriu është krijesë me përgjegjësi. Ban përgjegjësi për shumë çështje në jetën e kësaj bote. Mbi gjitha e bart në emanet, që se bart as si krijesë tjetër. Dhe Zoti e ka krijuar për betejë të mëdha të jetës. Dhe kuptuam se nëse njeriu nuk është i gatshëm me marrë përsipër emanetin e Zotit të Madhreshëm, kush tjetër në këtë dunja do ta merr këtë emanet përveç njeriu? Askush tjetër. Dhe mësuam të dashur vëllezër se njeriu këtë dunja do të me kalu filtra të ndryshëm për ta kuptuar peshën dhe rëndësinë që ka në jetën e kësaj bote. Siç kanë thënë dietarët e mëdhej, njeriu për me qenë i suksesshëm këtë dunja, për me besu diçka këtë dunja njeriu, ai do të me kalu nëpër 3 filtra. Kanë thënë e para është filtri fizik. Njeriu duhet të pjekët në aspektin fizik për t'i marrë detyrat e jetës. Zoti i Madhreshëm si ka ngarku fëmijët me diçka. Por tu rrit ju dhon përgjegjësitë dhe tu e kuptu se jeta ka përgjegjësi. Kanë thënë filtri i dytë është filtri mental. Njeriu vjen këtë dunjë dhe nuk di asgjë. Dhe Allahu xhallahu ala thot në Kur'an dhe unë mësoj për çdo ditë ata që nuk e di njeriu. Keni pa fëmiu ku fillon me fol, njerë fillon me germa, ka një germë të vogël, dikur ka një gjysmë shprehje, dikur të mësu, rahmeti Allahu xhallahu ala, po thot Allahu në Kur'an, e unë jam mësoj njeriu për ditë ata që se ka ditë dje. Edhe ky rritet të kuptu me lejen Allahut azza wa jall përgjegjësinë dhe të afsu në jetë kështu me radhë. Dhe kanë thënë dietarët e mëdhej për me qenë njeri produktiv këtë dunjë vëllezër, do të me kalu dhe testin social. E këtu e kam sot mesazhin e xhumas. Çka në kupton testi social? Mundesh me qenë shumë njeri mirë,
Ama nëse të mungon relacioni me shoqërinë, t'jep me kuptu se ti se ke kalu filtrin social. Ti bësh i mirë, jo në vetën tane, po kur reflekton në shoqëri. Pra njeriu s'është i mirë nëse mbyllet vetë. Esketizmi në Islam nuk e ka kuptimin që ti djesh të mbyllesh mbrana 4 mureve, të izolohesh prej botës edhe të pretendosh se je i mirë. Siç është për shembull budizmi, ku diçka si teori të cilat e konsiderojnë njërin e mirë ai cili është mbyllur atje në mal. E ka një dhomë për drunit edhe s'ka kontakt me njerëzit e llogaritin që njëri mirë. Në Islam s'është kështu. Esketizmi në Islam është e kundërta. Njëri mirë është ai cili përzihet me njerëz, shoqërohet me njerëz dhe reflekton te njerëz. Që kjo është i mirë. E Ramazani vëllezër na mësoi çka është testi social. Çka është me kalu këtë filtrat dhe me u pjek si musliman dhe me kuptu se ti ban përgjithësi, jo veç për dhejti. Kush jeton për dhejti, ai ko mu haru shpejt. E kush jeton për dhejti dhe për shoqëri, ai do të mbetet gjatë në historinë e jetës. E Ramazani na mësoi se njeriu bëhet i mirë kur e kalon edhe testin, kur e kalon edhe pjekurinë sociale. I thanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, tha cili njeri është më i mirë? Ai i cili fal 5 kohë namaz, spërzihet me njerëz, rrin shtëpi, si intereson kush tjetër, apo ai i cili fal kohët e namazit, përzihet me njerëz, edhe reflekton pozitivisht. Tha pejgamberi sa po ky i dyti është personi që kërkon Zoti më të rishëm. Ti s'je i mirë pse të distancohesh me shoqërisë. Po ti i mirë nëse hyn mes në shoqërisë dhe reflekton dhe jep më të mirën të mundshme për shoqërinë tane. Dhe vëllezër të ndershëm, që të mos xhalomin tim, Ramazani na mësoi, na edukoi, na trajnoi me një farë forme se ne do të jemi të suksesshëm, të mirë dhe pozitiv kur jemi në mesin e shoqërisë. Reagojmë kur duhet të reagohet, kundërshtojmë kur duhet të kundërshtojmë të keqen, qëndrojmë besnik në rrugën e jetës, sepse e mira dhe e keqja vëllezër kurrë përfundon betejë mes tyre. Ne jemi të përjetu një betejë të jetës, rrethana që jetojmë. Edhe ata para neve kanë pas luftë mes të mirë dhe të keqës, edhe ato që të vinë, sepse mira dhe keqja janë kriju për një herë dhe për një herë zhdukun këtë dunja, ku të përfundon gjithçka. Kur mos mendo me jetu me një shoqëri që s'ke mu ballavaçu me të keqen. E agjërimi na mësoi se në këtë dunja do të me qëndru. Edhe nëse ditët e gjata të agjërimit janë gjata me rar, edhe nëse barki është undë, mendja dhe shpirti është më fort se sa perimetri që ka barki. Dhe njeriu si arrin këtë dunja qëllimet përmes aspektit fizik, por qëllimet këtë dunja arrin përmes aspektit mental dhe aspektit shpirtëror që ka njeriu. Pra Ramazan e mësuam të dashur vëllezër se çka nën kupton me kalu filtrin social. E kur ta kalojmë këtë filtr, Allah po thon Kur'an, in ahsantum li anfusikum. Nëse ju jeni bërë të mirë, jeni bërë për dhejtë, do t'ju kthehet në mirësi. O in asatum falaha, e nëse keni bërë kahje tjetër të jetës, do t'i vuni pasojat e të keqes këtë botë dhe në botën e përjetshme. Pra vëllezër të ndershëm, shoqëria jonë sot nuk ka nevojë për njerëz që mbyllen në 4 mureve, por shoqëria jonë ka nevojë për njerëz që dalin prej kopertinave të familjes dhe japin më të mirën të mundshme për shoqërinë që jetojnë. Nuk mundesh me qenë i devotshëm, sepse kur bisedojmë në rini, për shembull, e shohim njerëzit për një me ka plot rini, alhamdulillah Zotit që i falin 5 kohë namazin. Ama as një të mirë nuk e bën për shoqërinë vet. Dhe ai shkreti mendon që është i mirë ky. E thirr për shembull, e lyp veni në xhami, e lyp veni dikun tjetër, ai s'është ka dezertuar për shoqërisë. Edhe pretendon se është i mirë. Jo vëllai dashur. I mirë je nëse dora jote shifët në shoqëri.
Nëse dituria jote vrejet në shoqëri, nëse kontributi jote vrejet në shoqëri, çështja e mirë. Por ndryshe nëse distancohesh prej shoqërisë, je distancu prej përgjegjësive që ti ka dhënë Allahu xhallahu ala. E kjo nuk ka cilësi e muslimanit. Kjo nuk ka cilësi e muslimanit. Vëllezër të ndershëm, siç shpjegon historia, ajetet e para në Kur'an, kur kanë zbrit, pejgamberi sa më kanë shpellë. Mas aty në ajeteve, as një ajet tjetër ma nuk ka zbrit në shpellë. Pse? Sa Allah e tha pejgamberit, ti nuk je pejgamber me në shpellë. Se ti su në ndryshon botën të nej të ikë skutave tjetës. Por ti e ndryshon botën kur del në tregun e botës. Kur ti bësh djetari suksesshëm, inxhinieri suksesshëm, ekonomist i suksesshëm, mësues i suksesshëm, kështu ndryshon bota. Kështu ndryshon shoqëria. Dhe Allahu tha dil tash me shpellës, sepse misioni nuk ka më në shpellë. Po misioni është me dalë për shpellës. Dhe me tregu njerëzve se çka është drita e besimit, dhe çka rruga e Zotit Madhreshëm, dhe cilat janë vlerat me cilat duhet të ballafaqohet njeriu. Dhe kur erdhi pejgamberi në Medinë, por me tregu se sa do të bëni suksesshëm, kur erdhi në Medinë vëllezër pejgamberi sa në atë kohë ka qenë një fis i jehudëve në Medinë. Edhe ata kanë pas monopol në treg. E di që tha Rasulullah shokët vetë. Si kam rinë në Medinë? Sa i po e ndërton shtetin e parë modern, që njeh historia. Ju tha shokëve vetë ko është tregu këtu, tha. Ata i tregun një rrugë për te xhamia tani. Tha unë nesër të gjithë juve këtë du mjë pa në treg. Du mjë pa që shbanët tregtia. Që është si bëhet njeri, që dukohet, tha se Islami kështu na mëson. Por me qenë të suksesshëm. E pastaj kur pyti pse kanë ndryshu botën ata, sepse e kanë kalu filtrin social dhe janë bërë të suksesshëm në jetën e botit. Vëllezër të ndershëm, peshore ahiretit është shumë precize. Mos provo me shku në atë peshore vetëm me interesin tanë, sepse kemi pas problem me argumentu jetën. Por provo me shku te Zoti i Madhreshëm duke dhënë dëshmi dhe duke aprovu me argumente se ti ke jetu me një shoqëri edhe ke reflektu pozitivisht. E di pse po i tham këtë temë, sepse po shkon koha shpejt. Sepse ne ka një kohë që me një farë forme mirë që falmi, sepse du të më falë, s'ka zgjidhje tjetër. Ama qysh bre vëllezër gjitha xhamat dhe për xhamin, su ne ndryshojmë një send vogël në rrugë. Qysh e mosh me kjo? Qysh bre vëllezër një, a kaq pak kena pesha? A kaq të lekështimi na? Gjithandej ka shkoj xhamia plot. Kur dalmi në rrugë, krijohet përshtypja se jemi në një botë tjetër. Jo më një botë ku thuhet la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe shtrohet pyetja pse jemi kështu? Sepse në rrafshin social kemi dështu. Se jemi të suksesshëm në rrafshin social. Secili mendon për vetë. Duke harruar se ti si e krijuesh për veten tënde. E nëse mendon se e kriju veç për veten tënde, ti e pas ke një dimension shumë të ngushtë të jetës e botit. Pra duhet jemi të suksesshëm vëllezër. E agjërimi, e di çka na tha agjërimi. Dilni tha prej territorit barkit. Dhe shifni se bota më e gjatë se barkut. Bota jetës e bota më e madhe se sa dimensioni me anën e tij. Dhe se vlerat nuk arrin vetëm përmes anës materiale. Por njeri duhet ngrit aspektin edhe shpirtëror, edhe mental dhe fizik, për ta pasë jeta është e tillë. Pra vëllezër të ndershëm, e nderuar rini, për shkak të kohës detyrohem që ta mbylli këtë temë, por të vazhdojmë në xhamat tjerë inshallah, me lenin Allahu Azza wa Jall, me mesazhin se ne duhet dalmi prej asaj të ngushtës dhe të shohim rrafshin më të gjatë. Na duhet të tekalojmë personalen për të shërbyer asaj që quhet shoqërore, sociale. Nga se këtë dimensioni personalës shpeshherë po na ngulfat në procese ndryshme të jetës. Madje edhe në procese ndërtimit të shtetit. E Ramazani na tha dilni prej kësaj farë bote të ngushtë
dhe shif nëse ti du të me reflektu në shoqëri. Edhe aty me madh veten sa je i dishëm, sa je punëtor, sa je i vyshëm, sa ki vizion e madh me shoqëri. Jo vetëm në 4 mureve. Sepse ky feja jon, dini jon, nuk e do errësirën. Kjo feja ka në dritë. E ka drita s'ka vend errësira. E ai që mbyllet në errësinë e kësaj jete, ja ka mbyll dyert dritës. Dhe jeton i verbët në jetën e bote. Tu be përfundoj këtë ders, këtë ligjërat, edhe njerë duke u auruar Fitr Bajramin juve dhe gjithë besimtarët musliman anë kanë botës, me shpresë të Zotit Madhërisëm që bajrame tjera, festa tjera, qofshin ato fetare apo kombëtare, të i presim më mirë, më të sinqert, më të devotshëm, më progresiv dhe më shumë vlera familjare, shoqërore, kulturore. Zoti ju shpërblet. Selam aleikum.